A e dini që botoksi e ndikon edhe trunin? Botoksi funksionon duke i paralizu përkohësisht disa muskuj të fytyrës, zakonisht ata që përdoren për me shpreh kur je nervoz, kur je i shqetësuar ose kur je në stres. My whole day on Zoom now. Rezultati ma pak rrudha, po ka dhe një pasojë që nuk shihet me njëherë, edhe është mungesa e informacionit emocional që fytyra ja jep trunit. E këto shpjegon hipoteza e feedbackut të fytyrës. Truni nuk e kupton veç prej mendimeve se çysh ti ndjehesh, ai merr sinjalet edhe prej fytyrës tone. E kur nuk mundesh me lëviz disa muskuj, truni merr pak informacione për emocionet që je tu i përjetu. Përpos emocioneve tua, është vështirë me i kuptu edhe emocionet e tjerve. Pse? Se na kur flasim me dikën i kopjojmë shprehjet e fytyrës tyne, edhe në këtë mënyrë e kuptojmë se çfarë emocione po përjeton tjetri. E botoksi këto e bën më të vështirë. Pra, ndërhyrjet estetike nuk ndikojnë veç në pamjen e jashtme, ato ndikojnë edhe në mënyrën se çysh e përjetojmë botën emocionale. Një fenomen tjetër interesant është varësia ndaj ndërhyrjeve kirurgjike estetike. Kur trupi shihet si një projekt që duhet me u përmirësu pafundësisht, secila ndërhyrje e ri e ushqen idenë se hala nuk jam mirë sa duhet, edhe duhet me u përmirësu. Në DSM-5 ekziston një çrregullim që quhet body dysmorphia ose dismorfia trupore, edhe ka të bëjë me vështirësi me perceptu veten ashtu siç je. Duket vetja më keq se sa i jepeni më, edhe kjo çon varësi ndaj ndërhyrjeve estetike. E ju, a keni ditë më herët këto ndikime të ndërhyrjeve estetike? Kallëzoni në komente, edhe për më shumë video si kjo, subscribe Radio Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma të tjera.